Letë rësitës të devotshmës ndaj zemrës së shenjtë të Jezusit. Rinia është lulja që i hapet Zotit, jetës dhe dashurisë. Për këtë arsye një ditë, Nën Teresa e Kryqit, Kandamo, mendoi për të rinjt t'i personifikonte me Rosita. Me qëllim që të prek shpirtrat rinor, bujar dhe të mirë, ajo vendosi të shkruante disa këshilla, e frymëzuar nga devotshmëria ndaj zemrës së Jezusit. Si ta ndihmojmë Rositën, duke parë se ajo ishte kaq e përkushtuar ndaj zemrës hynore të Jezusit? Do të jetë ndjeshmëria që, duke e përdorur këtë kraharor si një vegël, e ban ata të kurret në dhimbje, të zhërohet në gëzim dhe në dashuri. A thua ndoshta do të jetë ajo humnere thea, nga e cila vjen ndjenjat fesnike, vetmohimi, heroizmi, mirënjohja dhe dashuria e vërtetë. Zemra e mishit e mbështjellë me flak dhe e kurorzuar me xhemba. E gjithë kjo nënkupton fjalën zemër. Një zemër prej mishi e mbështjellë me flak, e kurorzuar me xhemba. Madje edhe ma shumë se kaq, sepse në Jezusin thellësia e humneres së papërballueshme të ndjenjave njerëzore i hapet pafundësisë së hyjnisë së tij. Ai fryti formuar në gjirin e pastër të Virgjërës së papërlyer është instrumenti delikat dhe i fortë që lëvizi në tokë drejt impulsit të asaj dashurie të pakuptueshme që quhet mëshirë. Ujvara që nga lartësia e qendjes në thelb nxiton në vetminë e asaj që është vdekja, për të bërë atë jetë. Nga ajo që është dhimbje për ta bërë gëzim. Nga ajo që është errësirë për ta bërë dritë. Nga ajo që është e papastër për ta bërë të pastër. Nga ajo që është e pavlerë për ta bërë fisnike. Nga ajo që është e vogël për ta bërë madhështore. Nga ajo që është bosh për ta mbushur. A kupton Rosita? Është lëvizja e zemrës së Jezusit. Është rrahja e saj që shkon nga gjithçka në asgjë, nga Zoti tek njeriu mëkatar. Rrahja më e butë se tingulli i plumbit dhe se akordi i harpes, por më i fuqishëm se forcat kozmike që rregullojnë lëvizjen universale. Por Rosita ime, mos ki friga të gjëra që janë aq të mëdha, që unë po t'i them nga zemra e Zotit tim, sepse ai që ka bërë gjëra të mëdha, që për të nuk janë, dhe ka bërë edhe gjëra të vogla, që për të nuk janë, sepse dallimet e dimensioneve tona nuk ekzistojnë për shikimin e qenies së pafund, që nuk ka mas tjetër për të matur krijesat e tij, se sa aftësinë e dashurisë. A kuptove? Apo e një dashurinë Rosita? A je në gjendje të sakrifikosh veten për një të dashur? A e kupton vetmohimin? A të pëlqen heroizmi? Unë shoh që po, dhe për këtë arsye po të flas për zemrën e Jezusit. Mos ki frikë nga vogëlsia jote. Bëj një kush për veten tënde, në mënyrë që të sjellësh rrjedhën për të cilën të fola dhe ujvarin e dashurisë hynore. Kanali i këtij pyroji është Eukaristia. O sa duhet t'ju tregoj për këtë. Për sot, unë do të jap vetëm disa këshilla që i referohen për kushtimit tënd ndaj zemrës së shenjtë të Jezusit. Bëj që pjesëmarrja në festat për nder të saj, për mbushja e detyrimeve në vllazëri dhe në shoqat, në ndiqje dhe në aktet e tjera të devotshmërisë, veçanërisht kungimi i shenjtë. Gjithçka të ketë si qëllim që të vendos në zemrën tënde bashkimin me zemrën e shenjtë. Dhe më thënë që nga ana jote dhe nga ajo që varet prej teje, zemra jote të rra me të njëjtën ritëm si ajo e Krishtit, për dashuri ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit.
që varsja skapulare, që vishit zakonisht, publikisht, vivelin, fustanin, dhe të tjera, vi gjoksin të ndëzhveshur, shtype ata në thellësinë e zemërsate, atje zjarri që konsumon dhe sjell tymin e viktimeve të tij, le të bëhet dashuri e hynore. Zemra e mishit të butë dhe të ëmbël për të marrë me ata që janë përreth jush. I përullur dhe i nënshtruar me prindrit të tu, i mëshirshëm dhe i dashur për bashkëmoshëtarët të tu, i dhëmshur dhe i sjellshëm me inferiorët të tu, me të gjithë i gatshëm, besnik dhe i thjeshtë. Kurora me gjemba, rreth i fortë dhe i papërkullur, e ruante pastërtinë tënde dhe frenonte dashurinë e çrregulluar ndaj vetvetes. Secili gjemb le të bëhet një dëshmi intime për ato herë kur egoja ngrihet nga brenda, duke i paraqitur veten si qëllimi i vetëm dhe i parë, i veprimeve, i qëllimeve dhe i mendimeve të tua. Kur dëshira për kënaqësi të ndjeshme synon ta paraprijë arsyen dhe ndërgjegjën. Kjo është ajo që doja të tregoja mikesha ime. Mos mendo se po flas me ty pa provojë. Ata që unë të këshilloj të bësh, e kam bërë që nga fëmijëria dhe pas jetës së vdekshme, e cila kaloi si një frymë. Sot zemra ime jeton e transformuar shpirtërisht nga flaka hynore, dhe të cilin e lejoj vetveten të konsumohej. Zjarri që ja fale zemrës sime një fuqi dashurie, që arrin turmat që mbjellin tokën dhe qiellin. Kurora e gjembave ka lulëzuar në trëndafilat që u bien si shiu, dhe mishi është bërë shpirt në ndritën e një agimit të pafund, në gëzimin e një intensiteti që dëshirat e tua as nuk do të guxonin ta imagjinonin. Mirupafshim sot mikesha ime, po t'i uroj këtë të mirë dhe këtë lavdi, ajo që të është besuar. Tereza e Kryqit. Si ti, Tereza e Kryqit, dua të jem të bëj umetin e atit ti, të bëj umetin e atit ti. Si ti, Tereza e Kryqit, dua të jem të bëj umetin e atit ti, të bëj umetin e atit ti. Nana Teresa na tregon. Ju duhet të dini se si të dalloni vlerin e shpirtërore, la të kemi zemrën e Krishtit. Este ai, vetëm ai, në inteligjencë, në zemër, në jetë dhe në vdekje. Gjishka në Krishtin! Gjishka në Krishtit! Tereza e Kryqit, dua të jetë të bëj umetin e atit ti, të bëj umetin e atit ti. Si ti, Tereza e Kryqit, dua të